Me qenë se sigurisht do të flasim më shumë për lidhjen demokratike të Kosovës, por në përgjithësi edhe për zhvillimet e tjera të Republikës gjatë kësaj kohe, megjithatë patëm rastin që bashkë të ndiqnim edhe raportimet nga betimet e kryetarëve në pjesën veriore të Kosovës. Ata rikthehen, por këtë herë më ndryshe, duke qenë se atje janë simbolet, pam se në Mitrovica të Veriut disa në fakt një asambliste dhe tentoj që të shfaqte aty flamurin serb, gjë që është tani më në kundërshtim me rregullat. Si po e sheh këtë, zotëri Saliaj? Unë mendoj se sot ishte një ditë shumë e mirë atje në pjesën veriore të Kosovës, edhe u bë bartja e pushtetit normal, siç bën gjitha pjesët e Kosovës, që nuk ka qenë situata asnjëherë deri më tash. Pra është hera parë që në komunat veriore bëhet një bartje e tillë e pushtetit, pa probleme serioze, me simbolet e Republikës Kosovës, pra diku edhe me fotografinë e presidentes e Republikës Kosovës. Unë mendoj se është një rrethon shumë e mirë për Kosovën, sepse frika ka qenë ndërkombëtarëve që do të ketë probleme të ndryshme në veri gjatë inaugurimit të pushtetit të ri. Pra është një rrethon e mirë që jep pikë Kosovës në aspektin ndërkombëtar, po edhe në planin e brendshëm. Kosova ka fituar shumë, sepse një situatë që ka qenë për më tepër se 20 vite tashmë nuk ekziston atje. Ne dim që herave të kaluara, për shembull, ka qenë një problem i madh vetëm të shkojnë gazetarët në atë pjesë të Kosovës, jo më të raportojnë në mënyrë të lirë siç kanë raportuar sot, ose që të ndodhë që të vendoset flamuri i Serbisë dhe pastaj përsëri të hiqet. Pra, ne dim që atje s'kemi pas asnjë simbol të Republikës Kosovës, atje ka qenë formalisht Kosovë, pra territori i Kosovës, por faktikisht atje ka kontrolluar në tërësi Serbia, pra drejt për drejt Vučići përmes listës serbe. Është një situatë tepër e mirë për Kosovën, na shtensionon gjithëve, sepse gjithë e kemi pritur me tensione këtë ditë, dhe unë mendoj që edhe prania ndërkombëtarëve aty ka bërë që të krijohet një bindje e re se atje tashmë është një pushtet i ri që ka lidhje me Republikën e Kosovës, jo me Republikën e Serbisë. Nuk duhet as pak të kemi iluzione se lista serbe do të jetë e qetë në atë pjesë, nuk do të kemi iluzione që nuk do të bëjnë provokime të lloj-llojshme edhe në seanca tjera të kuvendeve komunale. Ata e kanë programe, kanë edhe metodë dhe program, po dhe qëllim, që atje të duket sa më shumë që është Serbi dhe jo Kosovë, por që shanset tash për tash janë tepër të vogla që të mund të arrijnë diçka të tillë. Pra konsideroni se atje është bërë një punë e mirë për gjatë këtyre viteve, sepse në fakt ka pasur pikërisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës deklarata të cilat kanë përthirrje që edhe të kthehet situata siç ka qenë, apo siç e ka lënë Edita Tahiri vite më parë. Po, i kemi parë këto deklarata, në fakt është një marrëveshje viti 2013, e zgjeruar në vitin 2015, që ju jep kompetenca të mëdha serbëve në veri në çështjet e policisë, çështjet e gjykatave, të prokurorisë edhe çështje tjera që mendojmë gjithë, e kemi thonë sa herë që ka qenë një marrëveshje shumë e gabueshme, shumë e dëmshme për Kosovën, sepse atje ndoshta mund të lejojmë shumë gjëra, por nuk mund të lejojmë në asnjë mënyrë që sigurinë e pjesës veriore të Kosovës ta ketë në dorë lista serbe. Pra në këtë aspekt, Kosova në asnjë mënyrë nuk është dashur të nënshkruajë marrëveshje të tilla, sepse e dim që me atë marrëveshjen që po përmendet ku e ka lënë Edita Tahiri, sërt në veri i kanë pasur komandantë e tyre, policët e tyre, që kanë qenë kryesisht policë të brigadave të veriut, pra të asaj organizatash që tashmë dihet se është terroriste, të rojave të urës, po ashtu një organizatë terroriste serbe, edhe që kanë kontrolluar pjesën veriore në atë mënyrë që Kosova si shtet mos ketë çështje fare atje. Pra, unë mendoj se është shumë e gabueshme kthimi në atë pikë. Është shumë i gabueshëm sepse e kthen Kosovën aty ku ishte para 4-5 vitesh,
domethënë jashtë kontrollit total të shtetit Kosovës, dhe një gjë të tillë unë mendoj se as nuk do të lejohet, pas nuk do të lejohet. Shpresoj që nuk do të lejohet, dhe mënyra po të mos e lejuar këtë është që tash të bëhet një lloj seleksionimi rigoroz i kuadrave sërbe që do të përfshihen në policinë e Kosovës, se ne edhe tash kemi disa sërbë që nuk e kanë dorëzuar uniformën, por unë mendoj që ka qenë rrethone mirë për Kosovën, e favorshme që sërbët me gabimin e tyre vullnetarisht i dorëzuan përgjegjësitë në aspektin e policisë, gjyqësisë, prokurorisë e tjera. Është gabimi tyre që sigurisht do të kushtoj shumë, por që Kosova më nuk duhet ta bëjë një gabim që e ka bërë më herët. Ne të gjithë e dimë që ajo marrëveshje ka qenë shumë e dëmshme, jo e kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare, e bërë nga vetë udhëheqja e Kosovës, që e ka vënë në dilemë a është pjesa veriore e Kosovës apo s'është, me vetë faktin që ajo marrëveshje lejon që Serb ta kenë kontrollin e plot, kuptimin negativ, si ndikimi i Serbisë aty, pro jo si pushtet i Kosovës. Dhe po thoni se të gjitha partitë politike